Gjykata kushtetuese shpeshherë është shndruar në busull politike, duke udhëzuar partitë se si duhet të veprojnë. Për më shumë se 6 muaj, konstituimi i kuvendit u zvarrit, teksa përfaqësuesit e popullit her pas here kërkonin interpretime kushtetuese për të kuptuar se cili duhej të ishte hapi i radhës. Por jo rrallë, edhe vetak gjykimet organit më të lartë kushtetues u interpretuan ndryshe, varësisht nga tabori politik. Po çdo gjë është kërkuar nga ana e kushtetutës me vetëm qëllim që i kanë pas kalkulimet politike, që të shtyhet mos të melohet institucionet shtetërore siç ja ka besuar qytetarët me votën e lirë, që të themelojnë institucionet shtetërore dhe të udhëheqin me shtetin. Mirë, po unë mendoj se vërtet është keq përdorur kjo. Drejt vlerësohet se nuk gjykoi as presidentja Vjosa Osmani të martën, kur mandatoi për kryeministër Glauku Njufcën përkundër refuzimit të pothuajse gjitha subjekteve politike për bashkëpunim. Ka qenë obliguar presidentja që të merr garancione që kandidati i ka 61 votë. Këtë nuk e dim ne. Nëse e ka emnu apo e ka nominu këtë kandidatin, mendoj pa e vërtetu këtë fakt, atëherë mendoj që ka bo shkelje të 195. Kësaj sjellet e tilla sipas njohësve tregojnë se kushtetuta më shumë përdoret si mjet për interesa politike sesa si bazë rendit demokratik. Në Kosovë kushtetuta nuk ka vlerë. Sepse po të kish pas vlerë i kishim respektuar prej fillimit. Pra në Kosovë më shumë dënohesh për parking se sa për shkeljet e kushtetues, cila është arsyeja. Prandaj mendoj që elita politike duhet ta ridefinojë gjithçka që shkelja kushtetutës duhet të jetë shumë e sankcionuar. Ndërkohë, derisa fatet kushtetuese po rrjedhin për mandatarin e dytë të qeverisë, gjykata kushtetuese vazhdon të shqyrtojë edhe një rast tjetër, atë për kushtetutshmërinë e vet konstituimit të kuvendit.